dhe Krishti u tha atyre: ju të gjithë do të skandalizoheni me mua sonte, sepse është shkruar, do ta godas bariu dhe delet do të shpërndahen. Por mbasi të ringjallën, unë do të shkoj përpara jush në Galile. Por Pietri i tha: edhe sikur të gjithë të tjerët të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem. Unë nuk do të skandalizohem. Por Krishti i tha: unë po të them, në të vërtet, se sot pikërisht në këtë natë, para se dielli të këndoj dy herë, ti do të më mohosh, do të më mohosh 3 herë.
por ai duke duke ngulur këmbë, por ai duke ngulur këmbë por ai duke ngulur këmbë më tepër thoshte edhe sikur të më duhet të vdes me ty, nuk do të mohoj kurrë. Të njëjtën gjë thoshin edhe gjithë të tjerat. Të njëjtën gjë thoshin edhe gjithë të tjerat. Ishte unë gjili nga Marku, unë gjili sipas Markut. Lexoj në Bibël tani Thanasi, shkrimi dhe fjalë për përfundimin e misionit të Krishtit në tokë dhe kalimin e tij nëpërmjet vuajtjeve dhe përsërisë kalimin e Krishtit nga vuajtjet në jetën e përjetshme, sepse të gjithë të vuajturit në parajs do përfundojnë. Të gjithë ata që vuajnë, jam i sigurt dhe i bindur, sepse kam lexuar tëra ato hera në shkrim. Dhe shkrimi thot, kaloni nga dera e ngushtë, ku nuk kalon asnjëri, sepse në rrugën e gjerë, kalojnë të gjithë. Dhe rruga e gjerë është shperi. Njeriu duhet të vuajë që të shkojë te Zoti. Në qoftë se në këtë jetë bën qef dhe gëzon për pa tepruar, do shkoj
të ligu. Gëzime ka kjo jetë, sepse rjetë edhe nga kriju si Zot, atë. Por po të vuash, është më mirë. Një herë më mirë. Një herë më mirë të vuash vetëm nga vuajtjet, kalon në jetën e përjetëshme, si Krishti. Amen.